Mirë mbrëma, mirë se u gjej miq të dashur. Në mëngjesin e 21 prillit të 2026, pra nesër, të gjithë duan të dinë vetëm një gjë shumë të rëndësishme. Apo rikthehet lufta në Iran, a do të ketë sukses negociata mes Washingtonit dhe Pakistan dhe Teheranit të Pakistan, apo ky arbushim ishte thjesht një time out që u duhej të parëve për të mprehur thikat dhe për të mbushur magazinat e tyre të raketave me municionet të cilat mungonin. Në fakt, këtë pyetje duhet ja bënim Benjamin Netanyahus, por na e dha ai vetë përgjigjen. Dje, teksa ai takoi me presidentin e Argentinës Milei, ky i fundit një personazh që në Buenos Aires e quajnë El Loco për shkak të stilit të tij radikal. Por në zyrat e inteligjencës në Tel Aviv po kthehet në një ogur të zi. Netanyahu doli mbrëm në podium, rregulloi mikrofonin dhe me qetësi olimpike doli dhe tha përpara të gjithë botës atë që i shokoi një pjesë të madhe të njerëzve. Ky president Argentinas, tha Netanyahu, sa herë vjen në Izrael, pas takimit me të, ndodh një hata e madhe në botë. Ky ishte kodi dhe mesazhi që solli Benjamin Netanyahu. Netanyahu nuk po fliste për një marrëveshje tregtare për mishin e lopës Argentinas, po sinjalizonte një katastrofë, po u thoshte amerikanëve dhe iranianëve se pavarësisht nëse takohen në Islamabad apo jo, makineria e luftës është ndezur dhe nuk ka buton stop. Kush e di çfarë do të sjellë nesër apo pas nesër ky lajm? Ky është kodi i Netanyahus për të thënë ne jemi gati të godasim me ose pa lejen e presidentit Donald Trump. Shkojmë pak të hoteli Serena, fortesa në të cilën do të bëhet negociata e madhe e të vërtetës ose e të gënjeshtrave. Ndërsa Benjamin Netanyahu paralajmëron ferrin sytë e botës janë të gjitha në Islamabad. Pakistani po bëhet gati për përgatitjet finale. Menaxherët e hotelit Serena, i cili supozohet të jetë vendi më i sigurt në planet, janë në qendër të vëmendjes. Ky hotel është një lloj fortese moderne i rrethuar me mure të larta, me peizazhe natyrore të cilat janë projektuar për të siguruar lehtësisht nga snajperët dhe sistemet antidron. Këtu fillon drama e vërtetë. I gjithë Pakistani po vlon nga zërat se menaxherët po gënjejnë. Raportet e inteligjencës vendase thonë se qeveria pakistaneze është e tërbuar. Ata e dinë që është duke pritur dy armiq si SBA dhe Irani dhe po e kthejnë kryeqytetin e tyre, Islamabadin, në një tabel qitje për gjitha rreziqet e mundshme. Cila është historia këtu? Një raport thotë se probabiliteti i suksesit të takimit Islamabadit është shumë i madh. Një raport tjetër po aq i besueshëm thotë negociatat e Islamabadit do të dështojnë në mënyrë spektakolare. Çfarë po ndodh saktësisht? A janë të vërteta paralajmërimet e Netanyahus? Pyetja më e rëndësishme erdhi sot nga New York Times në Amerikë. Pse SBA, megjithëse ka luftuar Iranin për kaq ditë, ka dështuar në mënyrë spektakolare të hapë Hormuzin? Sepse pavarësisht njoftimit të Donald Trumpit se ai e shkatërroi plotësisht flotën iraniane, ngushtica mbetet e bllokuar. Kjo është hera e parë që do ta dëgjoni këtë. Nuk bëhet fjalë për fuqinë e anijeve, por për diçka shumë më dinamike dhe shumë më të rrezikshme që fshihet në ujë. Ktu është gjuetia e Taskerit dhe rënja e legjonit hije e Iranit. Kjo është një histori të cilën duhet ta mbani mend me kujdes. Për tregun e naftës, përgjigja nuk erdhi nga diplomatët e Serenës në Pakistan, por nga hithrat e zjarrit në det. Dje një anije e quajtur Tasker, pjesë e të ashtu quajtur legjoni hije iranian, u përpoq të sfidonte blokadën amerikane në mënyrën më të hapur të mundshme. Për ata që nuk e din, legjoni hije apo Shadow Legion është një rrjet i vjetër dhe thuajse i zhdukur i kontrabandës, që operon me anije të vjetra, të palicencuar dhe që shpesh fikin sistemet GPS. Taskeri e dinte shumë mirë që marina amerikane ishte aty dhe kishte rrethuar Hormuzin, por çfarë bëri? Vazhdoi sikur s'kishte ndodhur gjë me stilin e tij kamikaz.
Marina amerikane i kërkoi Anijes të kthehej mbrapsh. Taskeri i fiku pajisjet e komunikimit në heshtje radiofonike gjithçka. Amerikanët nisën të dërgojnë sinjale menjëhersh paralajmëruese drejt Anijes për 3 minuta. Me gjithë paralajmërimet amerikane për ta bërë këtë mesazh, pra, ata nuk thyen përgjigje. Marina amerikane hapi zjarr dhe ndez një zjarr i tmerrshëm në dhomën e motorëve të kësaj anije të taskerit iranian. Mos mendoni se anija iraniane ishte anije moderne, ishte një relik metalike e cila shërbeu si një kuti shkrepsesh. Amerikanët bën zbarkim me helikopter në pjesën e pasme të anijes dhe rrëzuan ekuipazhin brenda pak minutash. Kjo tregon dy gjëra. Një, legjoni hije nuk dorëzohet, ata preferojnë që të shpërthejnë sesa të ndalen. E dyta, Marina amerikane e dinte saktësisht ku do të godiste, që motorit hidhej në erë pa fundosur të gjithë anijen me njëherë. Këtu shkojnë tek Donald Trump dhe tek rritja e naftës me 6%. Ky është një moment shumë serioz të cilin duhet ta kuptojmë. Dhe kush tjetër përveç Donald Trump do të ishte i pari që do të komentonte. Trump, i cili duket sikur nuk fle kurrë, postoi në rrjetin e tij Truth Social një përshkrim kirurgjikal të ngjarjes. Ai tha se anija Tasker u kap nga thesari i SBA-ve për shkak të historisë së saj me aktivitetet e paligjshme. Dhe pastaj shtoi, tani ne e kemi nën kontroll të plot këtë anije. Por këtu është dhe pasoja për xhepat tuaj dhe të gjithë botës. Sa po ndodhi ky incident, çmimet e naftës u rritën me 6% sipas Axios-it. Sot po flasim $95.44 fuqia. Rritjet e treguesve të naftës janë me maja të mprehta në bursë. Loja është e rrezikshme, përplasja është e madhe dhe çmimet e naftës mund të shkojnë kacafiu në të gjithë botën. Në fakt, Irani pretendon se nuk ka ndenjur duar kryq. Ata thonë se kanë hapur zjarr mbi anijet amerikane dhe kanë tentuar të bombardojnë flotën e pestë. Këto nuk janë më thjesht shkëmbime zjarri. Janë sinjale të forta për tregun global se nafta $100 është pas dere tashmë dhe po pret tregun e radhës. Shkojmë pak tek ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Ndërkohë që ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi po luan rolin e viktimës në Islamabad, ai i tha presidentit Pakistanit se amerikanët janë super mashtrues. Sipas tij, amerikanët besojnë se po hapin Hormuzin, por në fakt sa hyri anija iraniane ata e kanë goditur. Dhe këta janë njerëz mashtrues të Araghchi që nuk duan paqe. Kur Trump i dëgjoi këto akuza, u përgjigj me stilin e tij të përhershëm. Kjo marrëveshje paqe do të nënshkruhet me Iranin ose në mënyrë miqësore ose në mënyrë jo miqësore. Jo miqësore është kodi i Trumpit për bombarduesit B-52 në qiellin e Teheranit. Donald Trump ka deklaruar se i ka ofruar Iranit një dokument që ai e quan një marrëveshje të drejtë, fair deal. Iranianët thonë se ky është dokument dorëzimi i pastër. Ndërsa kanali 12 i Izraelit ka njoftuar detajet e ofertës amerikane. Ata thonë se Irani do të ndalonte pasurimin e uraniumit për 15 vite. Do të heqë dorë nga 450 kg material bërthamor, të cilin do ta çojë jashtë vendit, do të reduktoj programin bërthamor të tij raketor dhe do të ndalonte mbështetjen për milicit shiite në rajon. Çfarë do të merrte në këmbim? SBA do të zhbllokoni $27 miliardë depozitat iraniane dhe po ashtu do të hiqnin gradualisht sanksionet ndaj Iranit, por me një kusht. Irani do të kishte akses në tregje vetëm në kushte amerikane. Pra, Amerika do të bëhej menaxheri i financave të Iranit. Këtu bëj një pyetje të madhe. Pse Hormuzi mbetet një vrim e zezë? Dhe këtu meriton një analizë të imëcishme ushtarake. Kthehemi me njëherë tek pyetja e New York Timesit, pse Amerika nuk po e hap dot Hormuzin me forcë? Çfarë po i ndodh?
Burime nga Pentagoni sugjerojnë se Irani ka vendosur në fund të detit të ashtu quajturat mina inteligjente, të cilat nuk aktivizohen nga magnetizimi i thjesht, por nga nënshkrimi akustik i motorëve amerikanë. Kjo do të thotë se marina amerikane mund të lundrojë, por çdo anije tregtare që i bashkohet asaj do të hidhej në erë. Prandaj presidenti Donald Trump po insiston te dokumenti i dorëzimit. Ai e di që pastrimi i ngushticës me forcë mund të zgjasë muaj dhe mund të kushtojë mirë jetë, ndërsa një firmë në Islamabad do ta hapte ngushticën për 24 orë. A do ta pranojë Irani këtë poshtrim për 27 miliard dollar? Këtu vim tek profetët e zi dhe orën e fundit. Shkojmë tek Netanyahu dhe Milei. Kur Netanyahu thot se diçka e madhe po ndodh sa herë vjen presidenti i Argjentinës në Tel Aviv, ai po thot se koha e diplomacisë ka skaduar. Po thot se Izraeli do ta hedhë në erë çdo përpjekje për negociata dhe për armë pushim në Islamabad. Si i fut duart Izraeli e din ata, si lëviz Netanyahu e di ai. Dhe ku është ironia më e madhe, ndërsa iranianët po debatojnë nëse duhet pranojnë paratë e poshtrimit nga Trumpi, ushtria amerikane ka mbushur detin arabik me trupa. Dhe ju e dini, kur shkojnë trupat nuk janë për delegacion paqe, as janë shoqënia e dhëndrit, as kryqëzia. Fjala e fundit për këtë histori vjen nga lëvizjet e çmimeve të naftës. Tregu nuk gënjen kur nafta shkon drejt $100, kjo do të thotë se bota nuk beson më tek paqja në Islamabad. Bota beson tek shpërthimi në dhomën e anijes tasker iranian. Irani është përpara një zgjedhje, të marrë $27 miliard dhe të kthehet në një shtet të menaxhuar nga SBA, ose të qëndrojë tek legjoni hije dhe të shoh diçka të madhe, siç tha Netanyahu, që kërcënoi se do të ndodh në Iran, sipas pretendimit të Netanyahus. Pa më sipër dhe folëm për dokumentin e dorëzimit që Trump e ka hedhur në tryezën në Islamabad. Po kanali 12 izraelitit thot se letrat letra janë. Dokumentat janë dokumenta, kjo punë nuk zgjidhet pa grykën e bombardimeve, pa grykën e topit. Nëse themi se presidenti Donald Trump është një njeri çfarë tipari ka, arroganca është më e forta. Është ekstremisht arrogant dhe nga ana tjetër Irani është po aq kokfort. Teherani nuk po negocion për mbjetesë, ata po sillen sikur janë gati të vetvritën, vetëm që të mos marrin botën me vete. Kjo është taktik negocimi e Trumpit, apo ai është gati Trump të vërë bas të gjithë Amerikën se do ta fitojë, i bindur se do ta fitojë këtë betejë. Këtu vim të kërcënimi i korespondentit të Fox Newsit, Trey Ingest. Sa po hodhi benzin mbi zjarrin që po digjet. Ai ka deklaruar dhe ka folur personalisht në telefon me presidentin Trump. Mesazhi i Trumpit tha ishte i shkurtër, i ftohtë, i prerë dhe vdekje prurës. Çfarë tha? Nëse Irani nuk e nënshkruan marrëveshjen, unë do ta shkatërroj të gjithë vendin. Do të shkatërroj çdo urë, çdo central elektrik, çdo pikë lidhje, do ta kthejmë Iranin në epokën e gurit. Këtë tekst të këngës ju e keni dëgjuar për natë, apo jo? Trumpi i ka thënë korespondentit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më ato të viteve 2020. Kanë fonde, kanë teknologji që nuk është parë kur më parë. Dhe kanë pajisje ushtarake që e bëjnë luftën e furisë epike duket si një lojë fëmijësh. Amerika është gati, objektivat janë caktuar, urat dhe centralet elektrike janë të parat që do të bombardohen. Dhe shkojmë të shohim valet e gjirit dhe fantazmat amerikane të cilat po i afrohen pak nga pak rajonit. Dhe ndërsa flasim për valë të tretë amerikane, është tashmë e pranishme një fuqi e madhe ushtarake në vendet e gjirit. Dhe këtu është sekreti, askush nuk e di se ku janë këta trupa amerikanë. Nuk e di se askush të identifikoj ku janë këto anije.
elementi më i rëndësishëm i fuqisë këtyre flotave, është se ato janë të fshehura, janë flota fantazma në radar, të pamundshme për t'u gjurmuar. Amerikanët thonë, nëse na shihni, jemi tashmë të vdekur. Ne po shkojmë atje ku goditja e parë nuk ka për t'u parë kur, vetëm do të ndjehet. Boshllëku i Israel Hayom dhe 3 njerëzit e rëndësishëm të kësaj loje. Israel Hayom raporton se Irani ka pranuar parimisht pikat, ka rënë dakord me ato pika që ja përmenda më sipër, për uraniumin, për mbështetjen e milicive shiite, për nxjerrjen e uraniumit nga Irani e kështu me radhë, por ka një gap të madh të cilin nuk e mbyll dot. Periudha kohore e ndalimit dhe e mënyra se si do të bëhet kontrolli tek reaktorët e Iranit. Më besoni miq, askush në botë nuk e di tani se çfarë po luhet dhe cila është e vërteta. Bota është në duart tashmë të 3 personave. Mohammed Bakir Kalibaf, kryetari i parlamentit të Iranit, njeriu i cili mban çelësat e vërtet të deleguar të pushtetit të Teheranit, sepse i pari është Ahmed Wahidi, Donald Trump, i cili ka stilin e tij që nuk njeh kompromis, dhe Masum Munir, ministri i mbrojtjes Pakistanit, i cili po mban gati shishen e benzinës atje në Islamabad. Jemi në një stagnacion total. Mediat zyrtare iraniane thonë nuk ka bisedime, ndërsa Trump dërgon emisarin e tij në Pakistan. Kush është duke gënjur në këtë rast? Dhe këtu shkojmë të kuptojmë pak legjendën e mushkonjës dhe pse ka dështuar Trump deri në këtë moment të hap ngushticën. Tani dëgjoni pyetjen që mundon Pentagonin, pse Amerika, superfuqia e botës, nuk arriti të zgjidhte luftën brenda kaq shumë ditëve? Pse Amerika nuk mundi të hap ngushticën e Hormuzit? New York Times sapo e dha përgjigjen. Faji është tek një legjend e quajtur mushkonja. Cila është mushkonja? Në vitin 1979, Khomeini e dinte mirë që ushtria e vjetër e Shahut nuk ishte e sigurt. Krijoi Gardën Revolucionare të Iranit, një strukturë me besnikëri fanatike. Në 86-ën ai kuptoi se mund të përballej me flotën amerikane me një betejë ballore me anije të mëdha. Dhe kështu lindi forca detare e Gardës Revolucionare të Iranit. Cila ishte strategjia e këtyre forcave? Asimetria në luftë. Ata nisën me mjete amfibe të vogla, disa ushtarë mbi barka të shpejta që lëvizin si hije në gjirin arabik. Këto milici detare kuptuan se mund të arrinin çdo anije, si një luftë mushkonjash që sulmojnë një elefant të madh. Nga barkat me njerëz tek torpedot e vetë drejtuara. Kjo është një moment shumë i rëndësishëm në taktikën luftarake. Ajo që filloi si një teori thjesht lëvizje, u shndërrua në makthin e marinës moderne. Irani nuk përdor më barka të thjeshta me ushtarë që mbajnë Kalashnikov. Ata zhvilluan mjete detare të prodhuara posaçërisht për ta, të vogla, ekstremisht të shpejta dhe të vështira shumë për të kapur nga radarët. Në vend të ushtarëve, këto barka tani mbajnë torpedo vdekjeprurse dhe raketa anti-anije. Këto janë mushkonja të cilat mbartin helm vdekjeprurës. Ky është zhvillimi i forcës detare të Gardës Revolucionare që ndaloi planet e Trumpit për 39 ditë dhe pamundsoi hapjen e Hormuzit. Superfuqia e botës është detyruar për këto ditë të luajë një lojë macja me miun me mijëra varka të vogla që mund të dalin nga çdo shkëmb apo liman i fshehur. Ky është bastardimi i luftës detare. Trump po përballet me një ushtri që nuk ka frikë të vdes, sepse ata besojnë se çdo pickim i tyre i afron ata çdo minutë më pranë fitores finale. Dhe këtu është ora e të vërtetës. A do të pranojë Teherani marrëveshjen për të shpëtuar urat dhe centralet elektrike, apo do t'i lëshojë mushkonjat në një sulm final që mund ta bllokojë energjinë e gjithë planetit dhe mund ta çojë të gjithëve në kolaps.
Bota po e mban frymën, Trump ka armët, por Irani ka helmin. Dhe siç e dinë të gjithë, edhe një mushkunj e vogël mund të arrëzojë një gjigant të madh me një kusht, që ta godas në vendin e duhur. Qëndroni me mua për përditësimet e fundit nga Islamabadi. Lufta miq nuk është pas dere. Ajo sapo ka hapur dritaren. Unë do t'ju mbaj dhe do t'ju informoj për çdo gjë minut pas minute, hap pas hapi. Duke ju falendëruar për kohën tuaj të çmuar, për fjalët, mbështetjen e pazakont, ju ftoj t'ja çoni këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve. Mos harroni të bëni like, share, subscribe dhe do të rishihemi shpejt për zhvillimet më të reja në kohë reale. Natë e mirë për sot.